Mirë se erdhe të gjithë ju, mirë se erdhe të gjithë ju të Shenjës së Demit, do bëjmë leximin e radhës dhe dashur dhe jam koncentruar kur hapa letrat vetëm në të ardhmen. Çfarë më tutje. Dhe çfarë po e bën që nuk po ecni dot apo të arrini aty sa më shpejt. Të dashur, dem jeni përballë një vendimi që nuk do të shtyhet më. Tani demi, ta them kështu, është duke qëndruar, mund të jenë situata të ndryshme, mund të jetë në partneritet, frekuentim dashuri, punë, familje, diçka që e keni shtyr deri tani dhe tani nuk ka më vonë, nuk ka më nesër, nuk ka më pas nesër, por tani. Nuk je duke u bindur dashi, por ke qëndruar sepse ka qenë funksionale. Çfarë do që të jetë, si do që të jetë. Nuk keni guxuar të bëni hapin jo të gjithë absolutisht, por që shumica e demve akoma janë në atë vendin që ka qenë, duke u ankuar, pa ndaluar dhe duke mos bërë as edhe një gjë për këtë ndryshim. Dikush nga frika, dikush është mirë, dikush kështu mirë në kuptimin që nuk janë të kënaqur, por që më mirë kështu se pa ditur çfarë do ndodh, e kështu me radhë. Dhe kjo mund të ketë, si thash, në marrëveshje, në marrëdhënie, një rol që ke marrë përsipër, çfarë do të jetë, por letrat tregojnë që diçka këtu nuk është më e barabartë. Ke frikë nga pasojat praktike, që të ecësh përpara, ta thuash, nuk dua më kështu, nuk do qëndroj këtu, nuk dua të kem të bëj me ty. Unë tani shumë budalliqe po marrë, po që parafërsisht sikur ke kohë që po e mendon, por sikur asnjëherë ta vësh në jetë. Ke frikë se ndryshimi do sjell paqëndrueshmëri, ke frikë të mbasësh atë që ke ndërtuar. Për këtu, ajo që ke ndërtuar nuk po të mban më si dikur. Dakor? Taj të marrë një shembull kot, do të thoni pse atë, ja, kam një fustanun që kam veshur para 10 vjetë, për shembull, sot nuk më bën. Dhe format e trupit i kam tjetër dhe nuk është trendi më, apo. Dhe prandaj në situata që kemi qenë në atë kohë, me sot nuk mund të na përmbushin, pra gjithmonë jemi në kërkim e sipër ta kemi më mirë, apo jo aty ku nuk jemi mirë. Dhe nëse vazhdon gjithë kjo, jo që vetëm pa kënaqësia do rritet, do keqësoheni si person, nuk do ta keni mirë, më keq, lodhja do bëhet më e madhe, më fizike, nervozizmi del në forma të tjera, por nëse vepron, çfarëdo që të jetë, është për partnerin, është në familje, është në diçka që nuk po e thoni dot, nuk po jeni të drejtë për drejtë, të largoheni nga një person, të largoheni nga një punë, nga një situatë, diçka që më nuk duhet ju mbaj aty, të dashur demër. Nëse veproni, fillimisht ka absolutisht çdo ndryshim jep atë parehatinë e vet, ta them unë, nuk është e lehtë. Të jetë më mira në botë, është një derisa të gjejmë vendin ton, është një lloj paratie, por pastaj duke qenë aty, duke bërë këtë ndryshim do vi qartësia dhe një ndjesi kontrolli që ke kohë pa ndjerë, ta thosha, jam rehat, jam mirë, di ku po vete, çfarë po bëhet. Dhe në fakt të çfarë konkretisht po kërkohet nga ju këtu, merr një vendim. Merr një vendim, nuk duhet të jetë patjetër radikal, qoftë i vogël, por që merr një vendim, mos të jesh si në atë hulajen, luhatjen, si është as këtej as andej, ndryshon një rregull. Nuk po thot askush ta ndryshosh gjithë jetën tënde. Ndryshoj një rregull. Mos u shpjego më shumë se sa ç'duhet, në raste, dhe apo ta marr shembull, në vend që të durosh, ndrysho kushtin, ta themi, me dua kështu, ose në vend që të ikësh, vendos një kufi. Ka dhe aty, nuk thot patjetër të lësh personin, por që ka mundësi për ta bërë më rehat dhe më komfort vendin ku jeni, qoftë për çfarëdo që të jetë.
Do të thotë nuk ke nevojë të prishësh gjithçka që të rregullosh diçka. Por as nuk mund të rregullosh duke mos bërë asgjë. Dhe kjo është s'po bëj asgjë dhe po kërkoj ndryshime. Po flas për shumicën, nuk do thot për gjithë demrin. Po kërkoj, dua ndryshime dhe s'po bëj as edhe një gjë. Të dashur demër, vepro pak, nuk është patjetër. Dhe kjo është shumë hapi mirë. Shpeshherë kur bëj lexime personale, ju them njerëzve, qoftë një gjysmë hapi, bëje. Është shumë më mirë se asnjë hap. Qoftë një gjysmë, vepro pak, por sakt. Vendimi i vogël tani që je duke shmangur, mund të jetë krizë e madhe më vonë. Ose hapi i vogël që mund të ndërmarrësh tani, mund të jetë çelësi një suksesi shumë të madh më vonë.